Shkoi të takonte një prej të dënuarve në burgun e fushkrujës, shtetësës i gjendet kanabis në xhep të xhupit. Policia ka njoftuar se gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj familjarëve, u evidentua një rast i tentativës për futjen e sendeve të ndaluara në institucion. Nga kontrolli, shtetësës me iniciale MD, e cila kishte ardhur për të takuar vëllain e saj të dënuarin Rafael D, ju konstatua në xhepin e xhupit një qese e vogël me lëndë të dyshuar narkotike kanabis, njofton policia. Menjëherë pas konstatimit, u bëi mundur bllokimi i lëndës dyshuar, si dhe u hartua dokumentacioni përkatës. Lidhur me këtë ngjarje, u njoftua dhe shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve SHKBB për vijimin e veprimeve procedurale. Ndërkohë u shtrua kontroll në ambientet të dënuarit për evidentimin e mundshëm të sendeve të tjera të ndaluara. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve theksohet në njoftim, mbetet e angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë në institucionet penitenciare, duke goditur çdo tentativë për futjen e sendeve të ndaluara në këto ambiente.